Hoc, një pyetje pas namazit fars, a mjafton Ajetul Kursi, a është rregull namazi me këtë veprim? Ajetul Kursi s'ka të bëje me namazin fars. Dhe e këndova Ajetul Kursin, se këndova Ajetul Kursin, namazin fars e kije, tamam e kije. Sa Ajetul Kursi është diçka pas namazit. Është nga adhurimet vullnetare, i thonë, prej dhikrit, përmendjes së Allahut, në formë vullnetare. E këndove, e ki namazin më të plot e ki, me ma shumë sevape. Se këndove, namazin e ki tamam. Në dy opcionet, e këndove, se këndove, namazin farz e ki e tamam. E ki qunë vend. E ki qunë vend, e ki kryo obligimin tënd ka shizotit. Tash këto janë vullnetarisht. Dhe Ajetul Kursin po e këndove, edhe dua tjera, kullu vallajnë felekin, nasin, për shemë, sabah namaz 3, kullu vallajnë 3, felekin, 3 nasin, ndrek një kindi edhe një atësi, ka njëherë namaz të akshomit, ka 3 herë me këndu edhe këta, dhe me botë dhikrin tjetër që është shoqërus që i ka përmend pejgamberi në hadithe, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të falën gjënat edhe nëse i ki si shkuma e detit. Shkuma e detit para më sa shumë shkum ka deti, shkot dë njëre heret, pak në sabah ma heret, kime pasë sa e madha shkuma e detit, sa vjen me të madha. E thot Muhamedi s.a.s. me këndu Ajetul Kursin, dhe kullu vallajnë felekin nasin, me dallimet e sabahit dhe akshamit, me dua tjera që janë shoqëruese pas Allahumma ente selam minke selam, te barekte Allahu xhelal ikram, thot të falen gjënat edhe nëse i ki si kurse shkuma e detit. Por, zë nëse si këndove këto eqë, farzin, obligimin, karqizot, e ki kryin momentin që këdhan selam. Esselamu alaikum wa rahmatullah, esselamu alaikum wa rahmatullah, Allahumma ente selam minke selam, te barekte Allahu xhelal ikram, farzjot, mori fond, unë mbylla e kapitull, shtash këto gjitha tjerat janë vullnetare, që vetë janë dekor dhe zbukurim i farzit tanë, namazit tanë.